Një grua mbeti e plagosur pas përplasjes së 3 automjeteve në superstradën Lezhë-Shkodër. Aksidenti ndodhi rreth orës 12 të së dielës në afërsi të kryqëzimit të Kakarriçit. E plagosur u dërguar me urgjencë për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Lezhës, nga ku mësohet se ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia, e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti të trefisht, nga i cili u bllokua për disa minuta dhe njëri kraj lëvizjes përgjatë superstradës Lezhë-Shkodër, duke sjellë trafik të rënduar. Ky akt vijon të jetë problematik sa i takon aksidenteve, ku mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor dhe mungesa e standardeve në rrugë është shkaku kryesor i tyre.